E kuptoni tani qa mashtrusi që janë këta, më? E kuptoni qa korupcioni bëhet tu, më shiko. Bexhet Pacolli i ka shitur 47% të aksioneve të një koncesioni që do bëj minimalisht 200 milion euro fitim. 200 milion euro. Ja ka shit asaj kompanis tjetër 47% të aksioneve për 4.700 euro. Si ku po i sillte makinë nga Korea. Që makinë nga Korea, se dhe ato bëjnë një 6.000, 7.000 euro. Nxija jetën. I kisha dhënë 5.000 euro. Pastaj çka bën me ato 300 euro, apo i ka zbritur lekë të drekës. Qa bëjnë ta, më, qa korupcioni bëjnë ta, më, se e kuptoni ku është truku. Truku është këto 47%. Vërtet me letra i ka marrë ajo kompania. Po janë të destinuara për padishahun e madh. Dhe ka marrë një vlerë sa për të vendosur aty të letrat, se padishahu do i marrë falas, vlla. Nuk paguan lek për pjesën e vet të aksioneve. Andaj ka vendosur një flerë aty, simbolike dhe letrat. Më kupton? Është pjesa e padishahut të madh ajo. Qa korupcioni bëjnë ta, molla. E me letra, nuk ke vrasin mëndin, aty të letrat i kam gjitha. Po, mina e bëjnë. Hajde, çao.